konferencën e prokurorisë speciale. Atëherë ju faleminderit që keni gjetur kohë të jeni sot pjesë e kësaj konference, ku Prokuroria Speciale, përkatësisht kryeprokurori zotri Blerimi Sufaj, do të flasë më në detaje për operacionet e fundit nga janari deri në qershor të këtij viti që Prokuroria Speciale në koordinim me Policinë e Kosovës i ka zhvilluar. Por Prokuroria gjithashtu ka zhvilluar operacione ndërkombëtare ku ka marrë përgëzime për punën nga autoritetet ndërkombëtare, për cilat kemi thirrur edhe sot konferencë për të folur më në detaje. Do të flasë kryeprokurori zotri Blerimi Sufaj, i cili sot është i shoqëruar nga prokuror të secilit departament që ka kjo prokurori, zotri Valdet Gashi, zëvendës kryeprokurori nga Departamenti për Korrupsion, së bashku me prokurorin Fatos Ajvazi, po ashtu nga Departamenti për Korrupsion, zotri Bekim Kodraliu nga Departamenti për Terrorizëm, zotri Kasriot Metaj nga Departamenti Krim, zotri Kasriot Memaj, nga Departamenti i Krimit të Organizuar dhe zotri Ilir Morina nga Departamenti për hetimin e krimeve të luftës. Pra fillimisht ndjekim fjalimin e kryeprokurorit zotri Sufaj e më pas do të jetë koha për Faleminderit Nora, përshëndetje për të gjithë ju të pranishëm. Më lejoni që t'ju shpreh falënderimin tim për prezencën tuaj sot në këtë konferencë të Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës. Arsyeja e kësaj konferencë ndërlidhet me faktin se Prokuroria Speciale kohëve të fundit ka trajtuar disa raste të natyrës senzitive dhe shumë të rëndësishme për faktin se shumica nga to ndërlidhen me bashkëpunim juridik ndërkombëtar e që kanë impakt edhe në imazhin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Përveç tjerash, e kemi ndier obligim që përmes jush të paraqitim tek opinioni publik, gjithnjë duke u bazuar në interesimin e madh medial dhe publik. Në kuadër të kësaj, ndihem mirë që njoftoj se me 30 qershor të këtij viti, pjesëtarët e Policisë Kosovës, në udhëheqjen e Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës, kanë kryer disa bastisje në kuadër të një operacioni kundër krimit të organizuar. Ky operacion është realizuar në kuadër të një hetimi mbi pastrimin transnacional të ardhrave të nxjerra nga trafikimi i drogës nga autoritetet italiane dhe franceze, të koordinuar nga Europoli dhe Eurojusti, e në bashkëpunim plot me Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës, e të cilën operacione kanë ndihmuar dhe projekti Hape. Në kuadër të këtij rasti, janë arrestuar 2 persona në shtator të vitit 2025, në ndyshimin për kryerjen e veprave penale, pjesëmarrja për organizim i grupit kriminal të organizuar dhe shpërlarja e parave. Operacioni në fjalë është rezultat i bashkëpunimit ngushtë ndër-institucional dhe ndërkombëtar, i ndërtuar mbi besimin, shkëmbimin e informacionit dhe angazhimin e përbashkët për të luftuar krimin e organizuar dhe të gjitha format e tij. Ky veprim i koordinuar dëshmon se bashkëpunimi ndërkombëtar mbetet një nga mekanizmat më efektiv për identifikimin, hetimin dhe ndërprerjen e rrjeteve kriminale që dëmtojnë sundimin e ligjit dhe sigurinë publike. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, ne kemi zhvilluar edhe një takim të rëndësishëm, pikërisht me 30 qershor, me përfaqësuesit e autoriteteve të Spanjës, Francës, Italisë, Gjermanisë, Shqipërisë, Britanisë së Madhe dhe Europolit. Ata janë ndarë të kënaqur me punën e prokurorisë dhe për më tepër jemi pajtuar që të vazhdojmë punën e përbashkët në luftën ndaj krimit të organizuar. Të nderuar të pranishëm, ju njoftoj se luftimi i krimit të organizuar, forcimi i sundimit ligjit dhe ndërtimi i një mjedisit të qëndrueshëm dhe të sigurt është një përparësi e vazhdueshme e Prokurorisë Speciale. Operacioni i realizuar me 30 qershor të këtij viti dërgon një mesazh të qartë se Prokuroria Speciale do të veprojë me vendosmëri në një mënyrë të koordinuar dhe të qëndrueshme me autoritetet tjera të zbatimit të ligjit. Çdo goditje ndaj grupeve kriminale
është një investim në sigurinë e qytetarëve, në zhvillimin ekonomik dhe të lehtëshëm, si dhe në rritjen e besimit ndaj institucioneve të drejtësisë. Pra, ky është operacioni i fundit në një serë operacionesh të kryer nga Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës në koordinim me agjencitë ndërkombëtare gjatë javëve të fundit. Kuadër të luftimit të kriminalitetit. Disa javë më parë, operacioni White Star rezultoi me arrestimin e 5 personave, me dyshim për kryerjen e veprave penale duke përfshirë pjesëmarrjen ose organizimin e një grupi të krimit të organizuar, i cili merrej me shpërndarjen e narkotikëve dhe pastrimin e parave. Kuadër të hetimeve rreth këtij rasti, një tjetër operacion është zhvilluar në prill, i cili rezultoi me arrestimin e 4 personave dhe sekuestrimin e substancës narkotike të llojit heroin në sasi prej 17 kg e 900 gram. Gjithashtu një operacion i koduar Mega i realizuar në qershor të këtij viti. U arrestuan 3 persona me dyshimin për vepër penale financimit terrorizmit, furnizimi me armë dhe shpërndarja e narkotikëve. Po ashtu, një operacion tjetër i rëndësishëm i zhvilluar me një korrekt këtij viti, janë arrestuar 9 persona të cilët dyshohen për vepra penale, shpërndarje parave, kontrabandim i mallër me bashkëkryer, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin dhe shmangja nga tatimi. Përveç tjerash, Prokuroria Speciale ishte pjesë e operacionit ndërkombëtar Switch Off i zhvilluar në janar këtij viti, duke treguar kështu përkushtim në luftën kundër krimit financiar. Operacioni njëkohësisht u zhvilluar edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë, Itali dhe Rumani, i cili mundsoi eliminimin e një infrastrukture informatike e cila shërbente në mënyrë të paligjshme për miliona përdorues në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, përmes një sistemi të sofistikuar informativ IPTV. Në hetimin e këtij rasti kanë bashkëpunuar dhe Kanadaja, India, Korea e Jugut dhe Emiratet e Bashkuara. Këto raste do të hetohen plotësisht nga prokurorët e Prokurorisë Speciale dhe hetuesit nga Policia e Kosovës, në bashkëpunim të ngushtë edhe me agjencitë ndërkombëtare ligjzbatuese për të zhvilluar raste të forta para dorëzimit të tyre në gjykatë. Puna në këto raste sapo ka filluar dhe natyrisht se do të kërkoj kohë, por ne gjithnjë do jemi në harmoni me afatet ligjore. Megjithatë, derisa ne punojmë në këto raste tjera po vinë drejt përfundimit dhe këto janë po aq të rëndësishme sa operacionet e krimit të organizuar që sapo i përmenda. Në raport me këtë, Prokuroria Speciale ka qenë e suksesshme në 4 raste të fundit të spionazhit. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special, tashmë i ka shpallur fajtor 4 persona për vepra të spionazhit, ndërsa disa raste tjera i kemi në proces. Gjykata, siç jeni ndjeni, shpalli aktgjykimin fajsues edhe për rastin Banjska. Sa për këtë rasteve të krimit të luftës, disa raste kanë përfunduar këtë vit me aktgjykim fajsues nga shkalla e parë. Gjithashtu ne mirëpritem edhe aktgjykimin fajsues në rastin e njohur si 400 kg shi kokainë të shpallur në mars këtij viti, ndërsa tani do të fillojë shqyrtimi gjyqësor edhe për rastin e njohur i Berlepenci. Vlen të përmendet se në këtë vit janë realizuar 2 operacione tjera të rëndësishme në lidhje me krimet e luftës. Në këtë drejtim, në rastin që lidhet me masakrën e Reçakut, janë arrestuar 5 persona, ndërsa në një operacion tjetër të kryer në Surigan janë arrestuar gjithashtu 5 persona si të dyshuar për krime lufte. Pastaj hetimet në rastin që lidhen me lagjen dhe familjen e Jasharit shpejti do të finalizohen. Vlen të përmendet se gjatë kësaj periudhe ne dorëzuam në gjykatë edhe akt akuzën në rastin e barikadave. Akt akuzat tjera do të finalizohen deri në fund këtij viti. Ndërkohë, shumë persona të dyshuar për krime të rënda janë nën masën e paraburgimit, derisa ne jemi duke punuar intensivisht me hetuesit policor për t'i trajtuar këto raste. Njëri ndërto është rasti Qielli i Thyr,
ku aktualisht 37 të dyshuar janë para burgim, ndërsa në rastet e korrupsionit dhe të keqpërdorimit detyre zyrtare, 14 pandehur janë ende në paraburgim. Siç e thash edhe më parë, arrestimet si ato të javës kaluar nuk janë fundi i hetimit, por fillimi një pune të madhe përpaskenës. Për të arritur sukses, unë mbështetem në profesionalizmin e prokurorëve të PSRK-s dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët i konsideroj me standard lartë. Prokuroria speciale është përkushtuar për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar, terrorizmin dhe për të hetuar krimet e luftës. Ne vazhdojmë të koordinohemi me agjencitë ndërkombëtare që synojnë grupet kriminale si brenda ashtu dhe jashtë Kosovës. Tani dhe në të ardhmen. Ne jemi këtu për të mbrojtur qytetarët e Kosovës nga krimet e rënda dhe korrupsioni. Qytetarët e Kosovës gjithashtu mund të bashkëpunojnë me prokurorinë speciale dhe të ndihmojnë në parandalimin e korrupsionit, duke ofruar informacionet e nevojshme për të filluar hetimet dhe në këtë mënyrë kështu do të sigurohen provat e nevojshme për proceset gjyqësore. Dhe për fund ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe durimin që patet, jam i gatshëm të përgjigjem pyetjeve nëse eventualisht keni. Edhe njëherë ju lutem pyetje nuk Pyetja e parë është relacioni të sotëm, konkretisht çka është situata për prokurorisë, edhe personat arrestuar në shtator të 2025-s, ato të hetohen që gjykojnë këtu në Kosovë apo jashtë Kosovës. Spari, ne sot s'kem pas operacion, ne një operacion të fundit që kemi pas para 2 dite. Dhe ne tani nuk mund të japim shumë detaje për rastet që janë hetim, për shkak se nuk është edhe etike, edhe nuk paragjykojmë. Të pandehur gjithë ju e dini janë paraburgim dhe ne do të vazhdojmë me hetimin e rastit sipas dispozitave të procedurës penale, duke respektuar në plotësisht të drejtat e të pandehurve në procedurë. Se për këtë rastit tjetër, 2 të pandehurit për cilat u zhvillua operacioni këtu në Kosovë, ata janë të arrestuar në Itali, dhe atje në paraburgim, operacion ky që ka filluar kohë më parë, por për çka nuk mund të dajmë më shumë detaje. Ajo që vlen të theksohet, operacioni i zhvilluar në Kosovë ka qenë një operacion i shkëlqyeshëm dhe i vlerësuar jashtëzakonisht nga gjithë partnerët, për çka edhe jemi komplimentuar edhe përmes emailëve që na e kanë dërguar. Unë shfrytëzoj rastin këtu të falenderoj jashtëzakonisht shumë policinë e Kosovës, por edhe prokurorin e rastit i cili ka qenë gjatë gjithë kohës së operacionit bashkë me policinë. Unë nuk kam ndonjë përgjigje saktë për këto që ju thani për Francë, ato që ju thash për operacionin ka të bëjë me rastin Itali-Francë, por nuk mund të them për diçka që nuk jam i sigurt. Si komentoj në fillimisht më lejoni t'ju them se këto janë pyetje që mund t'ia drejtoni Këshillit Prokurorial të Kosovës, megjithatë unë nuk i komentoj deklaratat politike të askujt, nuk bi preja askujt, kaq, s'kam përgjigje tjetër.
e akuzave në mungesë me qenë se e dim që e kemi adresuar edhe një problem tjetër që personat e akuzuar po vdesin dhe pavarësisht sa janë në akuza, por edhe e dim që dënimi është i pamundshëm duke pas parasysh raportin që e ka Kosova me Serbinë. S'po ne duhet jemi korrekt. Ne nuk paragjykojmë. Unë thash edhe këto se hetimi do të përfundoj shumë shpejt. Hetimi do të ketë epilog. Pastaj të shohim, nëse ne kemi siguruar provat mjaftueshme natyrisht që ka akt akuzë. Ky hetim është shumë senzitiv, është shumë i ndihshëm edhe kërkon maturi. Thjesht ne po e bëjmë atë punë. Nuk mund të themi asgjë më tepër përveç se ju themi që hetimi është në përfundim. A kemi pyetje tjera? Atëherë nëse jo, ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë që keni gjetur